Labinoti ishte ulur në cep të dhomës, duke ecur me mendime që nuk I jepnin pushim. Sytë I ndiqnin lëvizjet e banorëve të tjerë, të cilët në dukje po vazhdonin rutinën e zakonshme, por brenda tij diçka nuk rrinte qetësisht. Ai e dinte që nuk ishte thjesht një shqetësim I vogël, kishte diçka më të thellë, një tension të fshehtë që kishte marrë formë gjatë ditëve të fundit. Duke e parë labin dhe kushtrimin, ai vendosi të flasë. Zëri I tij ishte I ulët, por I prerë, duke I detyruar të dy ta dëgjonin me vëmendje. Banorët nuk janë shumë të mirë, nisi ai, duke bërë një pauzë për efekt, vetëm për arsyet që kanë bërë ato pyetje në fshehtësi për Sashën dhe motrën tënde. Labin dhe kushtrimi u ndalën paksa, duke u kthyer drejt tij. Labinoti vazhdoi, me sy që nuk fshehnin asnjë emocion. Pyetjet e tyre nuk janë thjesht kuriozitet. Nuk janë lojë. Janë gjëra që tregojnë mungesë respekti, mungesë ndjeshmërie. Nuk janë njerëzore, sidomos kur e di se kë po prekësh Sashën dhe motrën tënde. Ai nuk po fliste për ndonjë gjë të vogël, por për një linjë morale që sipas tij, shumë banorë e kishin kaluar pa u menduar. Kur I bën gjërat fshehtas, kur luan me ndjenjat e të tjerëve vetëm për të pasur spektakël ose për të pasur përparësi në lojë, kjo nuk ka të bëjë me lojë. Kjo është diçka tjetër, shtoi ai. Duke ecur pak më afër dritares, duke parë jashtë, sikur po kërkonte fjalët e duhura për të shpjeguar më shumë, Labin u përpoq të ndërhyjë, por Labinoti nuk e lejoi. Mos më ndërprit, tha me zë të qetë, por me autoritet. Unë nuk po flas për të bërë dramë. Po flas për diçka që është e vërtetë. Nëse nuk e shikon, do të kuptosh më vonë, por unë nuk mund të hesht. Kushtrimi tunte kokën, duke e kuptuar seriozitetin e situatës. Ishte e vështirë të pranoje që disa lojtarë, që dukeshin thjesht si kolegë dhe konkurrues, mund të silleshin kaq pa empati. Por Labinoti kishte pikërisht atë aftësi të vëzhgonte dhe të perceptonte më shumë se të tjerët. Jo çdo gjë është thjesht lojë këtu.